Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste Dona Bilali ka vijuar takimet me bizneset dhe banorët në zonën e Paruz Xhabijes. Gjatë bashkëbisedimit me to, ajo u ndal tek investimet që kanë përfshirë Shkodrën në këto 2 vite dhe nevojën për një mbështetje masive me 11 maj për Partinë Socialiste. Si të kanë ku kursia biçikletave dhe rruga? Ne nuk është të shohim me gjatë të kjo pjesë negative, por kam mësuar për pjesën e biçikletave shkret. Në rregull është një zgjidhje domethënë që ka bërë për qytetin e Shkodrës. Tash inshallah më mirë për vazhdimësi si më thonë. Edhe më mirë do të bëhet. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Tu prif marr. Ju nuk e dini se boni shumë mirë, por unë jam një nga ata që jam shumë mirë. Vetëm detyrën. Me posë në dorë ju t'japë sporë. Faleminderit shumë. Faleminderit mirë. Faleminderit shumë. Shumë sukses. Što vërtet që sa u dorë. Të shkrive vjetë është mas me fanë martë e përse të jebë, sa në puhen me sistemin e shkanë ma shumë se 30 vite e punë. PS-ja luftën për mandatin e 4, nërkohë që Shkodra ka 2 vite që ka fillu transformimin, duhet veç me majtë ritmin për investimet tjera pasuse. Tjera dhe të bëjmë shmosin që me majtë këtë rritën. Vjen mirë që në qose në 2021 thoshim qose Shkodra na jep një shansë si që ka dhanë tanë Shqipëria, Partisë Socialiste e shef ndryshimin, 2023 e prek me anërën, të është tanë që është punë e përkthyme, pra vizioni është kthyer letra, Shkodra është gjithkohë o kantier o punë përfundume siç janë fasadat, kursitë e biçikletave me radhë, por ka shumë më shumë për të bërë. Sa më shumë zona rezonojnë dhe kërkojnë për Shkodrën, sa më madhe mbështetja, aq më madhe kërkesa e llogarisë mbrapsht mandaj në qeverisë për investime për punë më të mira në Shkodër. Ndryshimet janë shumë mira, fillimi i ndryshimeve, fillimi i një udhëtimi të bukur. Kanë ndjeku më pak për mirë ose për më pak mirë investimet që janë bërë në zonë, po flas për shembull për Disa fasadë si herë para që është normalisht ja perfekt. Una është ku është kur gruan general si janë bozë. Është perfekt disa fasadë. Andaj vetë në rikami tjetër edhe lagje edhe ambienti. Si të çosh, sot është të gjallë. Ne sot jo shkojmë pjesë tek atë skylku. Sot është kena nevojë për mbështetjen tuaj. Për inshallah veritan. Faleminderit. Gjatë takimeve deputetja Bilali mori mbështetjen dhe përgëzimet e banorëve për punët e mira që po bën në Shkodër dhe i garantuan se vota do të jetë për numrin 5 në fletën e votimit.